Ministre e jashtme e Pellazgjisë, Elisa Spiropalikari ka reaguar pas vendimit të Amerikës për të pezulluar vizat migratore. Sipas Spiropalit, vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullimin e përkohshëm të përpunimit të disa vizave migratore nuk synon bllokimin e Shqipërisë, por është pjesë e një rishikimi më të gjerë të politikës amerikane të imigracionit që prek 10 vende. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së dieshme rrebeshin e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt SHRB. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kurrë, disa të udhëhumbur në Tiranë kanë vënë kujen se gringot, sipas tyre, kanë ngrirë dhe bllokuar vizat për shqiptarët. Fabula e tyre e qartur shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë. E paimagjinueshme. Ajo i cilësoj si spekulime politike pretendimet për një bllokim apo listë të zezë për shqiptarët. Spiropalikari nënvizoi se Shqipëria mbetet një aleate e fortë dhe partner strategjik i gringove, me marrëdhënie të qëndrueshme dhe të pandryshuara mes dy vendeve. Pas pezullimit të lotarisë amerikane, Dash lajmëroi dje ndalimin e dhënies së vizave nga 21 janari për Shqipërinë. Një memorandum i Departamentit të Shtetit, i parë fillimisht nga Foç Nes Digital, u udhëzon zyrtarëve konsullor të refuzojnë vizat sipas ligjit ekzistues, ndërkohë që departamenti rishikon procedurat e kontrollit dhe verifikimit. Pezullimi do të fillojë më 21 janar dhe do të vazhdojë pa afat të caktuar, derisa departamenti të kryejë një rivlerësim të procesimit të vizave të emigracionit. Në nëntor 2025, një komunikat e Departamentit të Shtetit e dërguar në përfaqësitë diplomatike në mbar botën u udhëzonte zyrtarëve konsullor të zbatonin rregulla të reja gjithëpërfshirëse të kontrollit sipas të ashtu quajturit dispozitë të ligjit të emigracionit. Udhëzimi kërkon zyrtarëve konsullor të refuzojnë vizat për aplikantët që vlerësohen se ka gjasa të mbështeten në përfitime publike, duke marrë në konsiderat një gamë të gjerë faktorësh, përfshirë shëndetin, moshën, njohuritë e gjuhës angleze, gjendjen financiare dhe madje edhe nevojën e mundshme për kujdes mjekësor afatgjat. Aplikantët më të moshuar ose mbi pesh mund të refuzohen, ashtu si edhe ata që kanë pasur ndonjë përdorim të mëparshëm të ndihmës financiare shtetërore ose janë institucionalizuar. Departamenti i Shtetit do të përdorë autoritetin e tij të hershëm për të shpallur të papërshtatshëm emigrantët e mundshëm që do të bëheshin barë publike për Shtetet e Bashkuara dhe do të shfrytëzonin bujarinë e popullit amerikan, tha në një deklaratë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Shqipëria është një nga 75 vendet e botës së tretë në listën e vendeve që do ju pezullohet shqyrtimi i vizave për emigrantët nga data 21 janar. Pjesa tjetër e botës po përjeton tani atë që Amerika ka përjetuar për më shumë se 5 vjet, përgjatë 2 mandateve të Trump. Ata përballen me një president që qeveris sipas impulsit dhe që duket se nuk ka një strategji të qartë, përveç mbajtjes së të gjithëve në pasiguri. Megjithatë, ekziston ende ndjesia se presidenti po improvizon, si një xhongler që përpiqet me dëshpërim të mbajë disa topa në ajër njëkohësisht, duke i shpëtuar për pak rënjes së tyre. Pavarësisht një vargu operacionesh ushtarake të suksesshme dhe dramatike, fati i Trump mund të mos zgjasë përgjithmonë, dhe vetëbesimi i tepruar mund ta çojë shumë larg.